apo nuk e di çfarë i kanë ajo si tonat. Tonat gjithmonë kanë qenë afatgjate. Shumë, na kemi mendu qysh kemi me mbri për shembull rastim një program që mlidh së dimasin edhe anën financiare, ndoshta janë më të mençëm. Na nuk i kemi mendu atëherë. Na kemi mendu veç, hajde kemi me mbri ëndrrën tonë si produkt, si punë, si sot e masin, a paguhesh, sa paguhesh, çish paguhesh. Pjesën kur ke pas ndoshta edhe shumë të lashe me menaxhimin e kohës. Ka qenë ma vështirë. Për shembull, bashkëshorti ka dash kohë prej teje, fëmijët kanë dash kohë prej teje, radari prej teje, krejt njerëz për rreth kanë dash kohë prej editës. Edita në atë kohë se mu mërzit, veç kur e mendoj atë kohë, më mërzit shumë, se ka qenë për njerëzve një tjetër edit. E mirë me as kënd, as me fëmijë, vlerimin e kam shumë të mirë kuptueshëm, edhe e kam krah, edhe e kupton shumë mirë punën. Bile ai ka qenë një për njerëzve që ka insistuar mos me jap dorëheqje, deri kur e ka pa që unë definitivisht e kam vendos, por ka qenë shumë e vështirë. Unë kom pas një listë stafit, i kom djeg vazhdimisht ku janë, çka janë të bo, pse nuk janë orar, më ra toleranca në zero, fillova mi hu për radarin. Ka qenë faza ma e vështira. Në atë moment, për fatin tim të mirë, kur e kom pas, unë jam person i njerëzve, jam shumë social, i du njerëz, gjitha llojeve, moshave, hiç s'ka problem, ose shtresave, se tash janë kriju edhe shtresat. Nuk i gjykoj. Unë s'kom pas kohë për askënd, as për stafin zyre, editën e ke pa vetëm të bërtit komplet një edit tjetër. Po për fatin tim të mirë, ditën kur kam përfundu gjirimet e vitit të ri, që gjirime bojnë gjithë, po unë e pa ta fazën shumë të keqe. Atëherë vendosa me ikën pushim, ka qenë i vetmi vit i ri që unë e kom prit pa familje, se me nxje pres natën e ndrimit moteve mi pas, me aqtemi, me printemi, vllau që më vjen për Belgjikës gjithë, e unë e kom bo kompromis, se s'kom qenë vetja. Shkova në pushim, kom shku 13 dit, edhe më ngjes e mramje kom qenë vetëm me fëmijë. Në kohën kur kom pushu, i kom rendit gjitha kasetat, si në videoklube për para, edhe kom pa që vend nuk ka mo. Këto janë kasetat e tuja, kjo është hapsina që mundesh me i përbalu, e ditë ti duesh me dhonë dorëheqja. Se s'mundesh ndryshe, ai ka qenë vendimi ma i miri që e kom marrë ndonjëherë. Edhe kom vendosë më shkruaj mail prej atje, e di që ka ardhur blerimi dhe më tha, çfarë po bën, thash pi shkruaj mailin e dorëheqjes, tha çush dorëheqje prej pushimit, nuk është as pak serioze dhe profesionale. Me mend të ti që unë deri kur kthehem, kom ndru mendje, jam kthy me 9 janar, edhe me njerë pas përfundimit të radarit, kom shku në zyret e drejtorit atëherë që ka qenë, edhe kom dhonë dorëheqje, e që është prit me buzëqeshje, se Edita aq shumë e do në atë vend, dhe vazhdojnë mi dasht, sa asnjëherë s'mundet me jap dorëheqje, por e dhash. E dhash edhe isha 100% e sigurt që ish momenti me u tërheq. Nuk isha e mirë mo, as në pozit, as me staf, as në emision, as me fëmijë, me asgjë.